Një incident ka ndodhur para ditën e sotme në qendrën e votimit 1122 në njësinë administrative e Maqellar Dibër. Një përplasje verbale mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste ka degeneruar në dhunë fizike. Raportohet se kandidati i Partisë Socialiste, Daniel Gjura, ka goditur me grusht shtetasin Florian Lazri, punonjës i ujësjellësit, gjatë një debati për ndikimin mbi votuesit lidhur me zgjedhjet e sotme. Lazri thuhet se ishte në mbështetje të kandidatit Agron Malaj. Ngjarja ka ndodhur brenda ambienteve të qendrës së votimit, në pranitë të qytetarëve dhe antarëve të komisionit zgjedhor. Menjëherë pas incidentit, policia është thirrur në vend ngjarje për të marrë deklaratat e palëve të përfshira dhe për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Partia Socialiste nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar në lidhje me rastin. Burimet tregojnë se konflikti mund të ketë lindur nga mosmarrveshje të brendshme brenda strukturave lokale të kësaj force politike, të cilat dyshohet se lidhen me menaxhimin e listave të mbështetësve dhe ndikimin mbi elektoratin. Ky incident ndodh në një klim të tensionuar politike në qarkun e Dibrës, ku rivaliteti mes forcave politike është rritur ndjeshëm në ditët e fundit, ndërsa janë raportuar raste kur votuesit janë presionuar.